Trafiku i armëve Shqipëri-Kosovë dalim pamje të reja nga operacioni Puzzle, pistoleta e fshehur në çorape. Të tjera pamje janë publikuar nga zhvillimi i operacionit të koduar Puzzle kundër trafikimit të armëve të zjarit. Gjatë këtij operacioni u sekuestruan 14 armë zjari, 12 armë zjari pistolet, njëra prej tyre me silenciator dhe 2 automatik. 2077 fara kanabisi, kërëhra dhe municion luftarak, 3 automjete dhe 8 aparate celular. Në kuadër të operacionit u identifikuan 12 persona, 10 prej tyre vu në pranga, ndërsa 2 u shpallën në kërkim. Sipas hetimeve, grupi nuk kufizoi vetëm në trafikun armëve nga Kosova drejt Tiranës, por kishte edhe baza të strukturuara brenda Shqipërisë. Një nga këto baza është zbuluar nga policia në qytetin e Burrelit, ku dyshohet se kryeshin ruajtja dhe shpërndarja armëve, po ashtu hetimet kanë dokumentuar rastje shitje të armëve edhe në Shkodër dhe Laç, çka tregon për një rrjet të mirë organizuar në disa qytete të vendit. Grupi kriminal trafikonte kryesisht pistoleta, përfshirë ato të llojit Glock, por edhe armë të tjera automatike. Çmimi një pistolete në tregun e zi varionte nga 1.500 në 2.500 euro në varësi të tipit dhe modifikimeve të bëra, disa prej të cilave ishin me silenciator. Ndërkohë mbeten në kërkim 2 persona, RK 41 vjeç dhe AN 24 vjeç, të cilët dyshohet se kanë luajtur role kyçe në logjistikën dhe shpërndarjen e armëve. 2 persona të shpallur në kërkim me operacionin e trafikut të armëve janë 24 vjeçari dhe 41 vjeçari në këto foto.